Arramu qoftë. Ismeti këtyre ndytuarve që i bën shumë. Gjepi të marrë policin. Gjepi. Momente vërtet të trishta të një gruaje të moshuar e cila është dhunuar në mënyrë barbare nga policia e Kavajës dhe ngjarja ka ndodhur në datën 4 maj të këtij viti. Fotoja që po shikoni është fotoja e 70 vjeçares Sheko Ademi, e cila është dënuar nga policia e Kavajës dhe kjo e fundit e ka nxjerrë me dhunë nga banesa e saj dhe e ka çuar në komisariat. Një ngjarje e rëndë e ndodhur e përcjell edhe nga mediat dhe sot ekskluzivisht kjo e moshuar do të flasi këtu në live me Odetën së bashku me të birin e saj për të rrëfyer se çfarë ka ndodhur atë ditë. Por konflikti ka nisur vite përpara dhe konflikti ka qenë brenda familjes. Zonja Sheko prej vitesh nuk ka kontakte me motrat dhe vëllezrit. Sa zonja Sheko të bëhet gati që të jetë këtu në live me mua, unë do hap dritaren fillimisht për të birin e saj, Recep Ademi, i cili është duke më pritur, e përshëndes. Recep, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Si jeni? Mirë. Unë e nisa programin me një video shumë të rëndë, videon e nënës tënde teksa është dhunuar dhe duart e saj me hematoma mua më shokuan. Çfarë ka ndodhur? Djali i saj, djali i Sheko Ademit, pikërisht çfarë ka ndodhur në 4 maj të 2026-s për të na shpjeguar këtë situatë kaq të rëndë. U ka tentuar me u fut në shtëpi. Nuk dalë vdekur, do dal nga dera i ka thonë, e kanë marrë zva. Ndigjohet dhe ai shefi komisariatit që i thot kapeni ngriheni me shkelma. Fikin kamerat, po t'i shohësh fund videos, është opëgjëja me këmishë bardhë që flasë kemi kamerat si për tokës, tregoj dhe pamje tjera nga mrapa, frasën një nga të firmës, ullin drita cahatin, edhe ka ngrit në ajër, dhe veta mamin e ka botë zotë. Ka unë djenjët, në komisariat, kur u ka përmen, i ka pa durë të shumë. Pra, kjo gjë e rëndë është shkaktuar nga uniformat blu të Kavajës. Unë pastaj me mullu në zorën lloj-lloj versionesh, jo ka dash djeg veten, jo ka dash djeg firmën, jo ka dhunu punojësit e policisë, i ka hangër dhe me dhomë, imagjino ti 70 vjeçë punon 10 punojës policie. I dashur Recep, na shpjego tani konfliktin, pse policia mbriti në familjen tuaj dhe me dhunë ka dashur të nxjerrë nënën tuaj duke ushtruar dhunë dhe mbi të moshuarën. Kjo ka filluar që në 2023 ku ka trashëgimia. Nëna ime është pjesëtare e familjes, e ka nxjerrë pa gjohë. Plus që ka punu dhe vetja 13 vjet fermë dhe s'ka marrë as i metër. Atë shtëpinë e ka ndërtu sot e 26 vjet, ja kanë shtuk dosjen asaj. Gjenë 2022 që e kemi hedhë në ditën e fundit që kishe aplikime, e kemi hedhë dhe është online, nuk e kanë shtuk. Tashi nuk e di se çka kanë bërë, sepse ai që duhet jepte leje për mamin, të dy çunat e asajt jam puqë me të pabesët tonë dhe kanë vënë nga 500.000 lekë, na kanë hapë një firmë ndërtimi, i ati është administrator, e jama është drejtoresh e zyrës urbanistikës Kavajës. Atëherë të lutem, për gjitha audiencën që është duke na ndjekur, që nuk e njeh këtë histori, flasim që çështja është pronësie. Ka ndodhur një konflikt mes nënës tënde dhe kujt për atë shtëpi, për atë pronë? Shtëpia është e nonës, nuk ka konflikt nona me njëri për shtëpinë. Thjesht i kanë zhduk letrat dhe farmarin ato, plus që është në tokë të babës vetë, domethënë. Njerëzit e vetë, daja dhe motrat i kanë bënë dokumenta falso 7501 që mos dalin emër të ndjerit dyshit tonë. Për këtë punë kemi pas debat dhe me të ndjerin dajën tonë që ka unë bjetën... Po pra, këtu duat të dalë. Konflikti i nënës tuaj, zonja Ceko, është me pjesëtarët e familjes për atë pronë, që çështja ka arritur deri në polici. Jo, ishte me pjesëtarët e familjes, tani ato kanë vënë këto firma ato tjera, domethënë, kanë nxjerrja 3-4 tjera. I dashur Recep, shtëpia që pam në video, është shtëpi që ka jetuar nëna juaj, keni jetuar ju?
Është shtëpia që e ka bërë nona ime me babën në vitin 2000 kur do merrim tokën. Edhe neve si kemi rollë shumë rapa sepse e dinim që kemi marrë, kemi tonën mas 23 vjetësh e kena mësu domethënë se çfarë është bërë. Mas i ditë nona me gjyshin, pam aty ato shkretës kanë ditë me shkujt me lexu, pam kontrate që shkujnë e lexojnë më mirë se ty e se unë. Edhe ca që firmosin me shenja gishtit, letra 7501 shifalcu, pa data, pa vula rregullta. Por tani të lutem, më shpjego. Është po makatër. Kush pretendon që e ka atë shtëpi? Domethënë, kush pretendon që e ka atë shtëpi? Jo, shumë nuk e pretendon njëri, thjesht nuk ta kanë dhënë letrat neve. Sot i 26 vjet, nuk kemi marrë dokumentat e shtëpisë tonë. Po pra, por në momentin që nuk e marr letrat e shtëpisë, policia nuk të vjen të nxjerr dot me dhunë pos pati një vendim gjykate. Unë besoj që ka ndodhur diçka, që ka ardhur policia zyra për marrim. Ska si vendim, po t'ishte rregull policia nuk mundonte me mshet të deshi me djeg veten, jo na allonoi, jo na bëri. Kanë dhe këtu po gjëja Zia Kavajës, e kanë djerë mamin, i ka bërë një akuzë për vjedhjen bashkëpunim. Nuk e di, nona im 70 vjeçë, ai duhet bashkëpunim edhe ka kundërshtuar forcat e rendit. I dashur Recep, policia erdhi të nxirrte nënën nga banesa, pse? Me çfarë vendimi? Masi vendim sepse kemi dëmtu firmën. Kë firmë? Mama kimi zeti, rrethohet prona, na kanë dëmtu sahatin, gjojnë ato tona nuk i ka marrë një përballës. Më thënë, i rrethohet vetëm dera shtëpisë me i mur 4 metra që mos shofi, edhe e kanë formë presioni se nuk është çështje shtëpisë. Çështja e shtëpisë është preteksi, thjesht preteksi për të bërë konflikt. Të lutem, përqendrohu dhe na shpjego konfliktin që ta kuptojmë, sepse audienca nuk e njeh këtë histori, nuk e njeh këtë konflikt. Atëherë, një firmë ndërtimi ka ardhur pranë shtëpisë tuaj. Tash po do ta nis që fillim që si çka nis debati, mas ju hap trashëgimia. Atëherë e nisim historinë nga fillimi deri në fund dhe na i shpjego të gjithë lloj konflikti. Okej. Tani historia njës shumë, mas ju hap trashëgimia, mësojmë shumë gjëra, domethënë që si dinim që ishin falsifikuar dokumentat, nona me gjyshin s'dite me shkujt, na kanë shkujt, na kanë shit, na kanë bo, ti bim shkurt sepse është shumë e gjatë. Me datë 16 2023, tetor 2023, nonën time edhe daje, masi konflikti, thrasin polici dhe policia fillim shkruan dhunë psikologjike, sepse e kanë godit nonën. Nusja Dajës me gjithë fëmijët e kanë godit nonën, i kanë zorë rrugën, e disponoj me foto, me çdo gjë, e kanë godit nonën, ka shku në komisariat. Por përpara se të dalim te komisariati, i dashur Recep, në atë shtëpi ka jetuar nëna dhe babai juaj, pra zonja Ceko ka jetuar në atë shtëpi, por gjyshi dhe gjyshja kur ishin gjallë, aty kanë jetuar? Nuk bëhet fjalë për shtëpinë time, është një sipërfaqe e madhe, aty janë 22 lymë që duken do të nisa hartën t'i shofësh. E qartë, bëhet fjalë për 22 lymë dhe ajo shtëpi, që do të thotë kanë qenë të gjyshi dhe të gjyshës. Shtëpia është e jona, nuk ka lidhje fare me pronën e gjyshit dhe gjyshës. Kjo shtëpia ku ke pas dhunën aty, është shtëpia juaj, e nënës dhe babait tuaj, zonja Ceko dhe babait tuaj. Kjo shtëpi është ndërtuar mbi pronën e gjyshit dhe gjyshës. E kuptova. Tani, në momentin që ndahet pasuria, kur gjyshi dhe gjyshja ka vdekur, ndahet mes gjithë fëmijëve, ato 22 lymë. Çfarë ndodhi tani? Kur ju këti gjyshi dhe gjyshja ju pat që trashëgimin gjyshi dhe gjyshja e kishin lënë djalit me firma falso? Jo, teze i ka shit burrit vetë 4 lymë 800 metra, është bojë një kompleks të shit. Dhe me shenja gishtën me gjyshë dhe pa firmos gjithë antarët e familjes. Edhe ajo është e falsifikuar me certifikata. Jemi të sigurt për te, sepse çdo njeri që e ka parë ato të krimit ekonomik, ndurës sa e kanë parë të më pan dorë, pa data, pa kështu, pa vula të rregulla, kjo është false direkt. Sa motra dhe vëllezër ka zonja Ceko nëna juaj? Sa kemi këtë 7 fëmijë. Një 7 është mami. Po, 7 fëmijë së bashku me nënën tuaj dhe pas vdekjes së prindërve të 7 fëmijët hyn në konflikt me njëri tjetrin.
Jo, vetëm mami, sepse kur është kthy prona, na ka kërkuar prokuror në vitin 2000 që ka bërë shtëpinë, na ka kërkuar prokuror, mami ka thonë unë jam vetë gjallë, edhe mund vi me ju në çdo institucion. Si duket ata kanë falsifikuar, kanë bërë dallavere gjithë këto kohë, domethënë, neve me llafe kemi pas gardë pasi gjo është e jona deri tani që u hap trashëgimia, domethënë që morën vesh çai shëto. Motra dhe vëllezërit të zonjës Ceko pretendojnë që ta marrin të gjithë pasurinë vet dhe mamin nënën tënde ta lën pa asgjë? I kanë morë ato me letra dhe sulmojnë shtëpinë, domethënë që kanë bërë të shkretët. Por ndalemi pak te konflikti që pati nëna juaj me vllajin dhe nusën dhe niprit e mbesat e saj, ata e goditën nënën tuaj? E goditën nënën time dhe ditën e parë policia ka shkruajt dhumë psikologjike. Ka ardhur një emision investigativ, kanë bërë 2 përgjërime në terren, 2 orë intervistë me mamën. Policia ka bërë letrat në rregull, pastaj mami ka marrë urdhër mbrojtës, i kanë thirrë të dy me gjithë dajën e shkretra me të pastë. Sepse daja ka qenë daja mollë dhe kanë pas kryer tavolinës gjeri ditën që janë hapë të gjojna. Dhe i kanë marrë që në ora 10, i kanë disponuar me pamje filmike ku i kanë sjellë nënën me babin, i ka shoqëruar policia deri në shtëpi. Ditën e parë që kanë shkruajtur dhumë psikologjike as ambulancës nuk e kanë hapur rrugën, ditën e dytë hapën dhe i kanë fshehur aty. E disponojnë me pamje filmike, në orën 10 kanë hyrë në shtëpi. Në orën 7 të mëngjesit dajën e kanë gjetë mytën pus. Pusi është 2 metra, 2 metra e gjysmë dhe e kanë qitë vetë vrasje. Policia, shteti dhe institucionet shtetërore kanë qitë vetë vrasje. Pra pas konfliktit që daja pati me motrën e vet, domethënë me mamin tënd, ai bëri vetë vrasje, u gjet në pusë i mbytur? Sa kanë thirrë policia, po duke ditë, domethënë, duke njohur dajën, duke ditë si e kanë pas trajtuar te shtëpia, nuk ishte as tipi as rrethanat për të vrarë vetëm. Po pse çfarë dyshon ti si nipi i tij? E kanë vrarë sepse kemi bërë rreth 17 kallëzime penale në prokurori dhe janë gjithë të millën. E një letë që i ka dhënë mamit, kanë hapë hetim vetëm për Selman Ademin, nëse si kanë gataru mbi emrin, sepse Ademi është mbi emri mamit që ka ke burri, se te shtëpia vetë gjyshe ka Ismaili. Nëse si kanë gataru mbi emrin, i bje që tjetë Selman Ismaili kanë hapë hetim vetëm për të vdekurit. Por mirë, ju dyshoni se e kanë vrarë. Kush e ka vrarë? Atë nuk e di unë, do të gjenë organet kompetente. Jo, dyshimet e tua, sepse ai konfliktin e ka pasur me nënën tuaj. Që kanë hapë trashëgimin dhe kanë pas dhe debate me njëri tjetër shtëpia, atë e di gjithë golemi e kanë pas trajtuar të keq edhe ato të shtëpisë vet, nuk e di se çka kanë ndodhur. Ose këto persona që do ditën mu dhe nonën, varet se çfarë janë të implikuar, nuk e di. I dashur Rexhep, daja jot i ndjeri se më vjen nga keq që ka ndodhur kështu ngjarja pas konfliktit me motrën, ai u gjeti i vdekur, por ai erdhi tek nëna juaj te zonja Ceko, pse hyri në konflikt? Çfarë kërkonte nga nëna juaj në atë kohë? Thjesht me na trem mos shkonin më në shtëpi, zinin rrugën, nuk kishin në pretendim për shtëpinë tonë, se shtëpia jonë është e jona, a kupton? Thjesht zinin rrugën, thjesht mos kërkonin këto gjërat e tjera, a kupton, mos zhërmonin këtë. Rrini urtë se mund t'ju marrim lekët juaj. Pra, kjo ishte ideja. Me sa po kuptoj unë tani dhe u qartësova, konflikti nuk është për shtëpinë që ka ndërtuar nëna dhe babai, por për sipërfaqen e tokës që nëna juaj me të drejtë kërkon pjesën e saj dhe e ka lënë pa pjesë. Nëna i kërkon pjesën e saj që i takon, sepse ka amenet nga baba vetë, ja ka thonë dhe ku ka qenë gjallë, nuk u mbjellnin kur, boni sikur zini me njëri tjetër dhe i ka thonë plaka, ikse nuk dua si gjohë. Baba i ka thonë, gjyshi i ka thonë, jo, sepse ti po kërkove pjesën tante, ti bje që më mohon mua si babë. Por çfarë ndodhi pas asaj ngjarje? Nëna juaj u pais me urdhër mbrojtje që kunata, niprit dhe mbesat mos t'i afroheshin afër, sepse i vllai u gjeti mbytur në pusë. Çfarë ndodhi më pas? Më pas, quri daja si ka shku prapë i shtëpia, e kam e video, ja kam qu edhe unë nga këtu dhe mami ka bërë denoncim që ka thyer urdhrin e mbrojtës asnjë gjë. Deri të shikote e fundit, domethënë, po bonin prapë punime, zinin rrugën, shkova për kallëzim policin Kavajës. Kush po bën punime? Çuni dajës?
Çuni Dajës, edhe kësaj rradhe që ka lajmëruar policin, Çuni Dajës e ka lajmëruar. Do të çoj edhe video ti shikosh domethënë. Çuni Dajo, tani kjo pasuri është ndar apo nuk është ndar? Nuk është ndarë, bilesën edhe në pjesën që i del mamit të Jelbenja se kanë bërë çka kanë dashur, domethënë që është trashëgimtar, aty në rrugë kryesore kanë bërë kapanon rreth 1000 metra katror. Çuni Dajos çfarë po ndërton atë tokë që e trashëgon nga babai i tij, por që fatkeqësisht ajo pasuri nuk është ndar akoma. Ai çfarë po ndërton aty? Po bon pallate, ka nisë masi goditën muve me datë 22 dhjetor, ka nisë 3 objekte tjera. Kush të ka goditur ty? Persona që nuk i njifja, nuk i dia. Nuk e dia çfarë lidhje kanë aty. Pra, Çuni Dajos Godasin, po të shohësh videon, godasin edhe më thonë hajde të çojmë polici. Atë video unë e kam, më lejo ta prezantoj në këto momente dhe ta shikoj momentin që ti goditesh dhe triqesh zvarr nga persona që nuk i njeh. E ndjekim. Ua! Xhepi! O zot! Qa po bëni more? Atë zonë ku është më fare. Xhepi. I dashur e Xhep, janë dy persona që të treshin zvarr. Jo, janë i grupët, është makina e vinë 4-5 vetë, po vetëm këto 2 kanë ardhur aty. Por do ma sqarosh situatën. Tani, djali Dajos e ka shitur tokën një firmë ndërtimi dhe aty po ndërtohet pallat. Po tash kështu i bie. Jo, kështu i bie apo kështu është që ta kuptojmë qartë? Kështu është, kam kontratë si përmarrje të kësaj firmës. Kjo firma tash janë dy djemë me mbiemër Qato, që kanë vënë nga 500.000 lekë, 1 milion lekë kanë vënë këtë firmën. Me sa duket administrator është i arti po me mbiemër Qato dhe drejtoresh e zyrës urbanistikës në Kavaj është po me mbiemër Qato. Mirë, kjo është e qartë. Kjo është një firmë ndërtimi që e ka bler ato tokë dhe do ndërtoj pallat. Por çfarë ndodhi atë ditë që ti hyre në konflikt dhe të dhunuan? Që sa po e pam video, çfarë ndodhi atë ditë? Aty ku duket eskavatori, Po. Ka qenë një ndërces që ka pas bërë gjyshim 2 lloma të vogël dhe banjë. Janë bërë 10 copa, të gjitha janë bërë me dokumenta legalizu, vetëm tonë si është nuk dosja. Edhe e pyes, ç'po bëhet? Kush e shemi këtë qerimin? Pra te i pyes. Dhe i shkoj serbes, gjere atërë s'ka ardhë asë një me folë, bilesën dhe komisariat Kavajas, asë shefi komisariatit nuk e dinë se kush e bëmë. Pra ti shkove të pyesje që pse godinat e gjyshit u shkatëruan dhe ata të dhunuan? Po, direkt e shefët ty më kapin direkt me morë me më qunë nga makina dhe më godasin. Godasin vetëm kokë, grushta dhe shkelma, djerë sa më djenë pandinja. Por ata persona... Dhe më thënë hajde të qënë në polici. është nusja ime që kërthet aty, është sytë nusës. Por ata persona nuk arrite do të identifikoje se mund t'jenë punëtor? Jo, nuk kanë lidhje fare, s'ma merr mendja se s'janë punëtorë, ty fare vinë direkte. Ju e denoncuan. Kam qenë i rujtur. Ju e denoncuan ngjarjen në polici, policia nuk arriti të zbulonte kush u goditi? Po çfarë policie, po ti një gjosh thotë hajde të çojmë në polici. Dhe ku kam policia s'ka ardhur fare as me marr kamerat e sigurisë që janë aty në shtëpi as me pa foto gjaku që është në tokë, me boni matin e gjo fare. Ku kam shku mas 20 orësh kam shku me çu videot dhe budalliqet me CD, personat që më kanë godit ishin ata të qarë komisariat të Kavajës të bëtë gjyra makinë. I dashur e Xhep, tani më sqaro dhe dua të pyes. Nëna juaj është në konflikt me të gjithë motrat dhe vëllezrit, ata që janë gjallë sot se Po, se gjithë të
kanë marrë në i copë gjithmonë në qeftës, domethënë. Si duket kanë firmos dhe e kanë ditë dhe kanë marrë gjithë në qeftës. Unë jam e sigurt që zonja Sheko ka folur me motra dhe me vlezrit. Ata i kanë dhënë një arsye, i kanë thënë ndoshta që e ke pjesën tënde, ke shtëpinë, këto i kemi ne, domethënë çfarë i kanë thënë? Jo, nuk kemi marrë, nuk e ka ky, e ka marrë ai, ja hidhin fajm gjithmonë njëri tjetrit, domethënë. Bilesën edhe motra vogël që e ka kërku kjo, e kemi ndihmuar gjithmonë, çante gjë që s'ka marrë vetë nga letrat që detit i ka pas marrë. Pra, e gjithë toka e trashëguar nga gjyshi dhe gjyshja juaj është marrë në mënyrë të padrejtë nga pjesa tjetër e fëmijëve, përveç nënës tënde zonjës Sheko që ka ngelur pa pjesë. S'ka shtëpinë e vet, që ka ndërtu vet. Por tani çka ka ndodhur me shtëpinë tuaj? Ju e keni si shtëpi, por nuk keni dokumenta. Si e kam si shtëpia është aty. Shtëpi masi e ka ngritur policia që ka godit. Me datë 4 ka godit mami, me datë 5 janë shfaqje skavatorët, me datë 8 kanë hyrë mrena në shtëpi dhe kanë bë pilotët e pallatit në penxhere. Njët. Jo se do prishet shtëpia juaj, pra shtëpinë tuaj nuk e kanë shëmbur. Po se shemin do të shtëpia do prishet do të marrë pallati se s'ka kuptim 3 kacolle në rrënd të pallatit. Tere, unë dëgjoj një zë, është zonja Sheko? Po. A mund të flas me zonjën Sheko? Është mund të flasë, hajde se s'ka një gjë, është trondit na, kuptoni se e ka bë policia copë, 10 policë kanë nashu. Zonja Sheko, përshëndetje. Përshëndetje. Çfarë ka ndodhur në datën 4 maj? Unë jam tmerruar kur pash ato duart e tua. Faleminderit, të falenderoj për fjalët e sua. Unë në datën 4 maj se kisha disa ditë që nuk shkosha në shtëpi, se më ndërpresin dritat përpara kësaj kohe. Shëmin isha ke djetë në Itali. Më shëmin sahatin ma preshin dritat dhe nuk punon as kamerat. Nisem shkoj në Shqipëri, shkoj në komisariat Kabajës, denoncoj, bët denoncimin, dhe që me zor gjithë ditën, me zor ma morën denoncimin, dhe i them dritat i kam bërë, sa gjitha, fotot gjitha, as i trashmis, po, dritat i paguja me regula, me shtetit gjitha, dritat i... Më thënë, shkoj kjo OSHE-ja, ma lidhin dritat. Iku kjo, shkoj, ma sanaj, ma ngrin atë, ma rrethoj shtëpinë, nuk isha ku të hyja në shtëpi. Firmat, se janë 2 firma ndërtimi, një po bëhet pallat nga një krah, një nga të 3 krah pallate. Qartë. Këto pallatet janë në tokat e bazës që unë jam nga trashëgimtarët. Plus të shtëpinë e kam i bërë me hallet tona, unë me gjithë burrin tim se fëmijët i kisha vegjël që në vitet 2000. Dhe atëherë ku kemi shku, na kanë thënë kështu. E esni, ndërtoni, se jemi do marrim tokën e babës. Dhe unë kam marrë si tokë babe aty. Nuk kam shku se më pëlqevi aty. Të kuptoj drejt. Dhe shkoj si gjithë herët, ju se më hapni rrugën, ja 2 herë firma, atyre që ishin aty të firmës, ju lutem shumë më hapni se do fus makinës se visha me taksi se kam iku në shtëpi, e tosha Durrës, nga Durrësi. A dite 9:10 nisem nga Durrësi me taksi. E qartë. Dhe dike shtëpia, shikoj shtëpien, mbuluar kështu dhe kanë tjerë ndërtimi. Shtëpia ime kanë tjerë ndërtimi pa e ditur unë si banuse, si pronalime për kanë tjerë ndërtimi. Ja të isha thënë, i kisha hequr një e dyta, atë dite unë bi edhe rëzoja, të kanë tjerë ndërtimi shtëpinë time, unë gjallë, shtëpinë time kanë tjerë ndërtimi, duke qenë e rëzoja të, në moment do të lap me zemër të hapur, shumë me shpirt të hapur, jo me zemër të hapur, kishin kohë pak barë aty dhe unë këto, që me ngreni këto desha me i djetë, im shok s'më lejon. Kjo që, në momentin, më turen, gjithë policia, 5 makina policie vinë aty, në moment, 5 makina policie, burin tim e kapi, shkoni sot taksi gjiu tik në Durrës se mund vëndoj neve, në moment kapin tim shokje marrë atë se lënë në anë shtëpi, kurse mua aty ke kamerat, më thrasin mua, urdhroj se mund që doni.
do vish komisariat. Për çfarë? Thash, kush më kërkon dhe kush me të kanë konflikte, unë nuk e di. Kush është ai person që E qartë. kush kam jam shpëtime? Filluan, njëri hajde nisë ta marrësh aty do marrë. Po si e ka emrin dhe kush më kërkon? Unë nuk vi koti, thash, se unë jam 70 vjeç, thash, dua të rri në shpëtime. Në koskat e mia. Okej. Mirë, dhe shkoj ke shtëpia o? Më thonë që kjo firma sa ka marrë një ndërtimin tu do ndërtohet. Si me do ndërtohet në shpëtimin, gjakun tim do ndërtohet, pa më thënë muaj, edhe i thash kështu. Shkova desha më zëtova më hyrë brenda në shtëpi. Që dera aty më kapën 2 policët, njëra kënej. O zot, po ka zota besoni. I them unë, me që kështu që e ka thash, unë të shtëpi ka pori, thash unë këtu do vdes, tu do dalë vetëm në arkivoj nga shtëpia ime. Edhe në moment, policët i thot ai, me shkel në ngrijeni, kujtojnë që kam kamerat aty. Fikin kamerat. Kjo policia këtu, shikon Qelsin, ngriu Qelsin, po nuk keni zot, si ato qenë të kërë, mu kanë turur. Po më të mërshme se 2 police që më kanë bërë, cop, asë najë, nuk e di se që kanë bërë mas kamerave të fikon, mas jo që në dritë atë, unë e di dhe zot i lakë. Ashtu më marrin me makina, më qënë në komisariat. Atje jam përmandur, kam marrë 2 duart e mia ashtu, gjatra kështu, se isha në zetë, le trup isha për copë. Edhe kam tregu ke kamerat e policisë kështu. I kam thënë asaj policës, shiko qa ke bori të shumë. Me urdhër tha. Me urdhër i thash unë, bali me urdhër ty po zaj, thash dhe jetë bejt aty, ti me pistolet në gjepje, i vreti i thash zonjë, i thash kështu. Shku i kam thënë. Oke, i bu kjo. Erën përse, përse në mbani këtu, më leni të shkoj. Për që do vi këtu, ri këtu. Ma se na gjentuar me mësio gjasve, se unë do të doja, si ka dalë mraka, do të doja grysja veten, dhe digja veten, se duart akoma i kam të zire. Edhe pun gjasve të më mikoni, thash, për parë që të më mikoni këto duar juve, mos i kishit bërë kështu, i kam thënë. E rëndë është, ngjarje shumë e rëndë, sinqerisht. Të dhunohesh nga policia një 70 vjeçare. Në vitet në epokën e gurit. Fakt, më e rëndë është pjesa mbrapa. Pjesa mbrapa është më e rëndë, që për çdo shtet, edhe opinioni publik duhet ta kishte trondit. Mënyra se si u mundu ta fshihin, kanë dalë me 4 variante. Kam i letër këtu, që kjo është hajdut e bashkëpunim. Por tani ndalemi pak këtu. Ndalemi zonja Sheko, ta akuzuan për hajdute, për çfarë? Çfarë vodhe ti? Hajdut e bashkëpunim, nuk e di. Në fakt, ato mire kanë për akuzimin, po ato që më kanë vjetë mu pronën akuzim, duhet të akuzosh në ato që më kanë vjetë mu pronën, jo unë pronën time. Unë i thash, shpin time me gjakun tim, me jetën time, unë arkivoj dhe nga kjo shpi. Ato me arkivoj dhe që ti ma hynë mua. Wow. Të të bisë jetë polica për sipër, edhe ti dhunosh, edhe rëzurim të policisu. Unë një qopë 50 kg robë, 70 vjetë si pa dhëmë dhe mija. Po atë ditë kanë dalë me 4 variante. Unë pa dhëmë gojë. Varianti parë që nëna juaj ishte hajdute. Variantet e varianti parë është që i ka dhënë policisë gjyqësore te që e ka marrë nona ndarke. Varianti dytë doli një gazetare që kishte marrë versionin zyrtar të policisë që ka dash djeg vetën. Varianti tretë që ka dash dëmtoj firmën, edhe i 4 Kam ndëtu polici, kam rrahun ka dhunu policin. 10 forca polici ka dhunu kjo nona dhe i ka kafshuar. Nona s'ka dhomi, ka kafshu. Ja të rëgova atyre. 70 vjeçe të akuzuan se ti dhunove policat. Edhe 10 polica për sipër. Dhe më e bukura, të nesme me datë 5, të nisë foto video, janë shfaqë ekskavatorët me datë 8 kanë hyrë në shtëpi, kanë spostu makinën time, kanë fut mrena dhe i kanë bo pilotat njët me penxherën dhe që me datë 8 edhe sot mami nuk ka drita në shtëpi. Edhe i kanë shkufutur dritat për sëri. Kamerat nuk punojnë. Se vazhdojnë punimet, për të bërë firma punimet. Pra asnjë gjë, është bërë për firmat, me dhurë. Ju e keni bërë denoncimin, ka kaluar çështja në gjykat për gjithë konflikt? Në një sekond. Në Shqipëri, unë kam bërë një 17 denoncime. Edhe në SPAK.
Dhe gjithmonë ato bëjnë mos fillim. Zonja Sheko, çfarë ke arritur të mësosh? Ajo tokë që është bërë nga ndërtuesi, ja ka bërë motrës vllajt tënd? Në çfarë ke zbuluar? Një sekond. Unë nuk di gjë fare dhe nuk më tregoj as nga policia kush me kë kam në konflikt, as emrin e firmës, as gjë. Errësirë totale, sikur nuk ekzistoj, jo ta di. Sikur nuk ekzistoj fare. Dhe ta dëgjosh të pyetën një nga të policët më thotë kështu. Keni pas ndërmend të ditin diçka, po me këtë sjellje që po bën ti? Shefi i komisariatit nuk do t'japi asgjë. Në pronën time, me gjakun tim, bëhet ai do m'jap diçka, gjakun tim. Deri këtu ka arritur. E dashur Policia shqiptare. E dashur Sheko, ato 22 lym janë të babait tënd. Konflikti ka nisur në fillim mes motrave dhe vëllezërve. Nuk e folur dot. Jo. Unë nuk di gjë fare, vetëm mas aktit trashëgimisë, kena shkuar ka nga bollave me askënd. Mas aktit trashëgimisë kam gjetur kur kam shkuar në hipotekë kam parë skandalet e hipotekës shqiptare, tjetërsimet. Por tani tek akti trashëgimisë, ajo pron kush e kishte trashëguar? Të gjithë neve kemi dalë si trashëgimtar, të gjithë. I pari ky vllai që vdiqe, e dyta jam unë që i kam rritur të gjithë ato. Kam kontribuar në atë shtëpi. E qartë, pra ti je pjesë, sigurisht se je fëmia e atyre prindërve. Unë ekzistoj fare, kjo firma, mirë që shpjellin e po dhe kjo që po ndërton duhet më merr edhe firmën time, se unë jam pjesëtare. Po unë besoj që ka ndodhur diçka mes motrave dhe vëllezërve që e kanë shitur. Jo, asnjë gjë janë shitur, janë bler, janë bërë. Pas djenin, qetësit plot, nuk e ka bërë latën me askëndun, vetëm me këtë vllai, për rrugën me këtë punatën, dhe këto, mas 2 muaj që vdik vllai, kanë hapur trashëgimin e burrit vet. Se janë bërë kushëllëgje për të marrë dhe dihet për çfarë është bërë, vetëm për të bërë pallate. Një pallat këtu, firmat e ndërtimit. Një këtu nga 3-4 anët pallate, dhe ti do bëjnë pallate. Unë nuk e kuptoj fare. Po pra, unë të kuptoj, po një firmë ndërtimi nuk vjen dot të ndërtoj një pallat pa e bler tokën. Dhe dikush ja ka shitur, ti ke mundur do të flasësh me motra dhe vëllezërit që ke gjallë, ora çfarë po ndodh në pronën tonë? Kush e ka shitur tokën? Në verët në Shqipëri marrin të dish. Unë kam 2 kallëzime të Krimi Ekonomik nga bo mami për 2 noterë që kanë marrë certifikat në emrin tim, kanë bërë aktorime mos fillimike. I bëj noterët, unë nuk ekzistoj, unë vetë jo. Po mirë, vëllezërit dhe motrat janë në konflikt me firmën e ndërtimit? Se dhe atyre po ju merret prona. Ato mos ka kanë marrëveshje, nuk e di. Po ti kush firmosh? Neve s'ta ka thonë një gjë. Ti s'ke mundur do të flasësh me motra dhe vëllezërit, të marrësh një shpjegim prej atyre? Jo. Mas I pam ato neve kena shkut çdo lloj lidhje. Mas I pam ato pjesëligje që kishin bërë kena shkut çdo lloj lidhje. E dashur Sheko, unë jam e sigurt që kur ti ke mësuar që motra dhe vëllezërit I kanë bërë të gjitha këto dhe ty të kanë dashur të nxjerrin pa pronë, je prekur dhe e lënduar dhe kjo është e kuptueshme, të ta bëj motra dhe vllai, imagjino, në ato fillime, nuk folit dot me motrat e tua, mirë me vëllezërit. Le të themi kishin nuse më e vështirë, me motra për motrën. Ja ke emrin e motrës, unë kam një motrë në Tiranë. Po. Që është turiste dhe burri vet, Halil Sulku, Merita Sulku, të gjitha pislëqet I bën ajo në Tiranë me noterat e vet, edhe me ato. Kjo e ka mashtru babën sikur ka qenë gjallë, ka gjasë burri kësaj I ka shitur baba 5 dylim tokë. Edhe kjo ka ndërtuar 2 resortet mëdha në emër vet. Pra kur babai ka qenë gjallë, ajo mund ja ketë marrë një firmë babait, ka bërë. Jo. Teta nuk ka ditë me shkujtë. Gjyshi. Dëgjoj, nuk po them. Ndoshta pa djenin e tij, ajo ja ka marrë një firmë atit, sepse ligjërisht nuk e bënte dot ajo këtë gjë. Përderisa ka qenë babai gjallë.
Problemi që aty nuk flitet më për ligjshmëri. Edhe ashtu si e ka marrë, prap nuk kanë firmos gjithë antarët. Sado që kanë falsifiku, prap nuk kanë firmos gjithë antarët. Çdo jurist që i ka parë ato, thotë pa certifikat, pa firmos gjithë nuk Unë dua të kuptoj zanafillën. Më shumë firma. E dashur Sheko, unë dua të kuptoj zanafillën e konfliktit, që do të thotë, kur babai ka qenë gjallë, motra juaj, vajza e të ndjerit, ka bërë këtë manovër, sikur ka bler 4 dylymë nga babai, i ka bler burri saj, dhe ajo ka ndërtuar resortin. I një ku kjo tjetër është tjetër. I ka marrë gjithë me njëri tjetër këto... Ka tjetër, kjo është tjetër, dhe t'ka për tjetër, ato kanë marru, kjo është tjetër. Tani, po flasim tani te prona tjetër, se nuk u shfrytëzua gjithë prona tjetër. Pronën tjetër, në emër të kujt doli? Në emër të gjithëve neve. Po kush nga vëllezërit dhe motrat e ka shitur dhe ka marrë firma tuaja falso dhe ja ka shitur firmës së ndërtimit? Nuk jep asnjëri informacion. Nuk e dim. Ta jep video shefin e komisariatit, mrena komisariat, që nuk ka rëndësi thot kush firma shumë. Sepse, Recep, zonja Sheko, një firmë ndërtimi nuk vjen ndërton pa e bler tokën. Se si e ka bler me firma falso, nuk i hy fare kësaj gjëje, por dikush nga familja juaj e ka bërë këtë gjë, ja ka shitur dhe ajo vjen son ndërton. Pikërisht ajo firma, para se ta shiste, ta bente, ja kam thënë dikujt aty, para se ta bente duhet pyeste sa fëmijë ka ky prind. Kujt është toka, kujt është zanafilla. Po, ke të drejtë, kështu funksionon. Po, në ligjin shqiptar, janë 7, ku janë 7? 1, 2, 3, 4. Kush firmos emrin tim? Odeta më fal, i kom denoncua edhe live nga një televizion tjetër, ka qenë pa leje ndërtimi dhe mas i kam denoncu live nga televizori, mas i jave ka dalë leje ndërtimit. Është me janë datat. Tani në situatën aty nuk flitet më për ligjshmëri. Pra ne kemi dalë dhe atje se kërkojmë drejtësi. Gjithçka është e paligjshme, gjithçka, nga aja deri ke zhëja. Në situatën në të cilën ndodhemi, shtëpia juaj, le të themi, nuk preket për të prishur, po del pa vlerë. Preket, ka hyrë në pjesën time ka hyrë. Dim se çka kanë posë, ka hyrë në pjesën shumë. Kanë filluar ndërtimin në penxhere, dim një kanë fik dritat në uzditë. Makina çunit tim është postuar në me vinë që ke aty, e ka çuar në aty është futën pjesën time është futur ajo. Në obor, ngjitur me shtëpinë. Brenda makina, u bovi im, brenda vetëm me ke muri ka ngel kaq. Ngjitur me murin, bie shtëpia. Do të thonë 26 vjet nuk i bëjmë dot letrat. To ta morën më në ditës morën punë. Masanaj, nëse mua legalizimi nuk më është pranuar, unë paguaj dritat, shteti duhet njoftonte të paktën, nuk të pranuar. Apo jo? Po. Ose do edhe paligjshme pare tjetër. Normale si do të pranohet, ajo që do jep te për ty ka lloj vetë. Është vetë ajo. Djalit edhe ai që ta marrë është dëshira e qato urbanistja e saj. Ajo i po i bën gjithë ndërtimet, ajo e ka bërë fizon. E dashur Sheko dhe Recep, ju ndodheni në Firenze të Italisë dhe vetëm përpara 24 orëve keni protestuar në Milano. Milano ditë. Do ta shpjegoj këtë gjë. Po. Kemi dalë protestë ty, nuk kemi dalë vetëm për vete. Se këto që ndodhen me neve, në një shtet rregull duhet të trondisë themelet e shtetit dhe me çfarë po shohun kjo po ndodh gjithandej në Shqipëri. Duhet ndërgjegjësohemi të bëhemi gjithë bashkë. Prandaj kemi dalë aty. Sepse kjo po tentohet në çifet kalohet neshtje, si ato 17, si ajo e Dajës, kaloj gjë. Po të kishe funksionuar drejtësia, që kur ndodhi ajo, i kishe marrë punë. Për ironi të faktit, një shqiptar të kërkoj që zëri i tij të dëgjohet në Itali, është për të ardhur keq, ndërkohë që zëri juaj do të dëgjohej atje, te shtëpia jote. Për ironi të fatit, po ta them unë, morëm leje si që funksionon ligji këtu, i kemi pas policët aty, në runin sa orë kemi netë ne, dhe për ne ishte orari aq shkurtër, se unë doja të rria pa i kështi, pa lëgjis në aty, dhe personat që kanë marrë kallëzimin në zyrë, kanë pa video, dhe kanë dalë nga zyra, ato nuk janë agent terrenit, kanë dalë nga zyra, dhe na kanë ardhur, na kanë taku, na kanë dhënë dorë ditën e dytë, mbrëmjatë të mishin. Tha
është e pa imagjinueshme, tha. E pam, tha, video gjëra, tha, nuk është që kuptojmë shqip, tha, po me përkthim, tha, është e pa imagjinueshme, tha, se dhe pranoj në Hollandien, kauza është e drejtë, tha, nuk dim çfarë themi. Morë qatë mishi, i thash, shteti jonë që ne paguajmë na mbrojnë, na vret, ju vini interesoni si njerëz. Faleminderit dhe organizatave, jo që shemi se do na përkrahen gjërë tani. Edhe atyre qytetarëve që bënë një foto, erdhën jetën 5 minuta, i falenderojmë. Në mbështetjen tuaj, qartë. Ndërsa në Shqipëri... Kam bë 11 ditë greve para spajt, më shqipnin gjithë çuditshëm, çfarë po kërkon këtë me protestë. Sidomos ato që punonin aty. I dashur Recep, se do ta mbyll me zonjën Sheko, kush është mesazhi që do përcillet ditën e sotme për institucionet shqiptare, por edhe për njerëzit e nënës tuaj, aty ku nisi konflikti? Keni kohë që nuk flisni me ta. Kush është mesazhi? Mesazhi për njerëzit e nënës time është ato durët që i keni pashu janë durët që ju kanë rrit, se ka qenë më modhja, edhe imagjinoje 7 kalamaj, 8 kalamaj. Kjo i ka rritë. Faleminderit, për masi ju zef buka syt, nuk kam mesazh tjetër. Si gjërë se i kam bojë gjithë, nuk kam që mesazh tjetër. Për shtetin, dum drejtësi, nuk dum që, nuk kemi pas një herë nevojë për asnjë gjë nga shteti, vetëm i kemi dhonë. Dum drejtësi, po drejtësinë s'ma merr mira si do ta bëjnë ato prokurorët në Durrës, se kanë pas ja 17 kallëzime i kanë humbur. I vjen që detojnë dhe vetë në vetë, nuk e di se që të bëhet. Kurse për qytetarët shqiptarë, për kombin shqiptarë, ju lutem, bashkohemi gjithë bashkë, të marrim shembull nga ato që kemi në parlament, kur është puna për të vjedhë, për rrogat e veta bashkohemi dhe ne t'i dalim ballë pa drejtësi, se më duket po përgatitet një 2027. 2007 e lan, 97 e lan, po përgatitet 2027, më fal. Se jam shumë. E qartë është e kuptueshme. E dashur Sheko, ke një mesazh për motra dhe vëllezërit, niprit dhe mbesat? Par mesazhi të japun atyre. Harramu qoftë, ismeti këtyre dy duarve që i bën shumë. Dhe më na fliqën figurën e babit tim që kemi qenë njerëzit më të nderuar kategorimi dhe pikërisht tonë, që kam punuar dhe i moshën 27 vjeç aty, 13 vjeç në Perm, duke i rritur ata. Plus ujë, gatim, çdo gjë, to dy duar i kanë bërë, që përfunduam shumë. Edhe pra të golemin ato qendrës e kam punu vetëm deri në 1988 kam punuar vetë 13 vjetë. Tona ime që ka marrë një tim, ku ka kaluar, kush e ka marrë? Jo të babës, po timen, kush e mori? Aty më qepet një diçka e madhe. Prandaj sulmohem vetëm unë. Po vjen shumë keq. Nga Buci, në Golen punosha deri sa kam rritur 2 fëmijë, i kam rritur atje. Dhe sinqerisht më vjen shumë keq për ju. Mesazhi që do përcilli për shteti të bëj drejtësi, jo të merret me një nën, me një plak. E të thot gjitha ato llave për mua në pleqëri. 70 vjeçun të them gjitha ato llave nga. Nuk u vjen çiktu, një çik zonë, çfarë flasin. Si mund 70 vjeç të vrasë 10 policë për sipër, e shtrirë për tokë. Zoti nuk kam lënë. Unë uroj dhe shpresoj që nëpërmjet këtij live-i zëri juaj të dëgjohet, padyshim jam në mbështetjen tënde dashur Sheko, po ta them edhe një herë më zhvimsur kur pash ato duart e tua të përgjakura, uroj dhe shpresoj që drejtësia të shkojë deri në fund me familjen tuaj, ju përshëndes dhe mos u dorëzoni. Përshëndes nga Tirana. Nuk do të dorëzohemi gjithsikond. E vdekur ka zëna tjetër, e vdekur në shtëpinë time gjakun e babës tim se kam amanet nga baba. Po më vonë mua si baba. Ma ka dhënë uratë një muaj para se të vdiste. Unë jam. Të besoj. Edhe që jam gjallë, është shpirti atij që më ka mbajtur gjallë, sa shumë bëri policia. Zoti dhe shpirti atij më ka lënë gjallë.
Faleminderit për gjithçka. Ju përshëndes, ne mbetemi në kontakt. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndrorat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim ku çdo paradite jam live me këto histori të vërteta, histori reale njerëzore. Faleminderit që më ndoqët, deri takohemi nesër me historinë e radhës. Mirupafshim.